Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Këshilli gjyqësor në Maqedoninë e Veriut shkarkon gjyqtarin Enver Bexheti nga gjykata e apelit. Në vendim thuhet se Bexheti ka kryer shkelje të rënd disiplinore dhe me sjelljen e tij ka dëmtuar reputacionin e gjykatës. Bexheti është gjithashtu në listën e zezë së SHBA-s me dyshimet për ushfet nga Mijallkov. Në mbrojtjen para këshillit, Bexheti pretendoi se kundër tij nuk ka procedim penal dhe se lista e zezë nuk është dokument detyrues, ndërsa mbajtjen e lëndëve nësirtare argumentoi me kushtet e punës gjatë pandemisë. Zëvendës kryeministri i parë Izzet Mexhiti kërkon nga kryetari dhe kryetari i BDI-s që publikisht të tregojë nëse, siç thot ai, do të vazhdojë të kërkojë kryeministrit Istra Mickovski për të bërë pjesë e qeverisë. Reagimi vjen pasi nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani e quajti Mickovskin albanofob. Ishte Izzet Mexhiti. Ndërsa në Maqedoninë e Veriut ka vjuar fushata për zgjedhjet lokale të 19 tetorit, Ali Ahmeti, kreu Bashkimi Demokratik për Integrim, në intervistë për emisionin Balkan Talks në Euronews Albania i cilësoi këto zgjedhje si një referendum shqiptaro-maqedonas, ndërsa nuk munguan kritikat ndaj kryeministrit Istra Mickovski se po bën politik në kurisë të shqiptarëve. Kristiani ti them, hiç dorë nga këto zagarët që të bien informacione dhe ky duhet të prononcohet Kristiani për informacionet. A janë të besueshme? Nëse nuk janë të besueshme, pse po i shpërndan te komuniteti ndërkombëtar? Kasnec, janë tanë që thot para dite e Kristiani, mas dite e thon këta tanë të vlenit. Lakej, i rrin gati Kristian Mickovski, si në ato borët e hershme, me pak fjalë. Unë i kam thënë shumë porosi Kristian Mickovski që të heqë në dorë nga këto veprime, me vazal. Ali Ahmeti tregoi një detaj të takimeve me Mickovskin, ku tha se ky i fundit fillimisht i kishte propozuar që në të njëjtën kohë me zgjedhjet lokale të tetorit të zhvilloheshin dhe zgjedhjet përgjithshme të parakohshme, ndërsa më pas kishte ndryshuar mendim. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama reagoi pas përhapjes në media të një bisede me Omar Mesti, presidentit të Francës Emmanuel Macron, dhe atit të Azerbajxhanit gjatë punimeve të samitit të Komunitetit Politik Evropian në Danimark. Në bisedë me Omar, Rama rikujtoi një lapsus të presidentit të SHBA-s Donald Trump, i cili dikur tha se edhe Shqipëria kishte arritur të bënte paqe me Azerbajxhanin. Kryeministri sqaroi se kjo bisedë ishte thjesht një moment humori mes njerëzish të cilët në fakt janë ndërpërkrahasit më të mëdhenj të presidentit Trump. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani kërkoi nga Europa të përqendrojë vëmendjen e saj në këtë rajon duke investuar në parandalimin e taktikave destabilizuese të Serbisë si hap kyç për një siguri të qëndrueshme dhe afatgjatë. Gjatë fjalimit të mbajtur në samitin e liderëve në Kopenhagen, Vjosa Osmani theksoi rëndësinë që ka për Europën Ballkani Perëndimor. Kreu i shtetit tha se Europa duhet të përqendrojë vëmendjen e saj në këtë rajon duke investuar në parandalimin e taktikave destabilizuese të Serbisë si hap kyç për një siguri të qëndrueshme dhe afatgjatë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.